أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të nderuar teleshikues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdoj me temën tonë që kemi filluar dhe lusë Allahun Azza wa Jall që të kemi dobi nga ajo që kemi thënë deri tash dhe që të jetë argument për ne ditën ku do dalim para tij. Të parët tanë dhe Ramazani tash do të mundohemi që të flasim diçka dhe të lexojmë para jush disa qëndrime të parëve tanë të mirë në lidhje me kujdesin e tyre që kishin ndaj faljes së namazit në këtë muaj. Me fjalën faljes së namazit kam për qëllim namazin vullnetar apo namazin e natës që ata bënin në këtë muaj dhe që kështu mundoheshin të sakrifikonin sa më shumë kohën dhe shëndetin e tyre në mënyrë që të arrinin tek Allahu gradat më të larta. Të parët tanë ishin as shumë të kujdesshëm në namazin vullnetar në këtë muaj të shenjët, saqë pothuajse gjithë kohën e natës e kalonin në namaz dhe nuk donin që ta humnin asnjë çast të saj në ndonjë gjë tjetër vetëm se në namaz dhe në leximin e Kur'anit. Njëri nga këta ishte edhe Said ibn al-Musayyib, i cili falte namazin e sabahut me abdesin e namazit të yatsis. Për shkak se ai gjatë gjithë kësaj kohe falte namaz vullnetar nafile. Madje shokët e tij tregojnë se Said ibn Musayyib kishte falur namazin e sabahut 50 vite me abdestin e yatsis. Ndërsa njëri nga tabiinët e tjerë, Thabit al-Banani, thonte Allahu e mëshiroft, njeriu nuk do të jetë adhurues i denjet, nuk do të quhet adhurues i denjet i Allahut Azza wa Jall nëse nuk i ka dy cilësi. Nëse nuk i posedon dy cilësi, nuk do të jetë adhurues i denjet e Allahut Azza wa Jall. Dhe këto cilësi pra ishin falja e namazit vullnetar të natës dhe leximi i Kur'anit. Të parët tanë të mirë, ashtu siç lexuam në historinë e tyre, në muajin e Ramazanit mundoheshin sa më shumë që të bëjnë sakrifica të mëdha, sidomos në namazin e tyre të natës. Ashtu edhe siç transmetohet në hadithe dhe në tregimet e vërteta se kur filloi të falet namazi i taravive në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kalifës së dytë të muslimanëve, ai caktoi dy nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Temim ed-Dari dhe Ubej ibn Ka'b, që t'u falnin njerëzve të bëheshin imam për namazin e taravive, dhe transmetuesit të cilët kanë përjetuar këtë namaz me këta dy sahabit të nderuar thanë se ata fillonin të faleshin pas yatsis dhe ky namaz zgjatej derisa
afrohej koha e syfyrit, saqë në disa raste shokët apo muslimanët që dilnin nga xhamia friksoheshin se do t'u ik edhe namazi i syfyrit nga vonimi i tepërt që bënin në namazin e natës. Ata friksoheshin se do t'ju ik atyre ushqimi i syfyrit nga vanimi që bënin në namazin e natës. Po ashtu një dietar tjetër, Muhammed ibn Munkadir, thonte: kam luftuar me veten time 40 vite derisa e kam ushtruar atë që të falja namaz nate. Ndërsa Thabit el-Banani thot: kam luftuar veten time 10 vite, 20 vite që ta fali namazin e natës dhe kam pasur një problem të madh derisa e kam ushtruar atë, kurse pas këtyre 20 viteve, vite tjera, 20 apo 30 vite tjera, shijoja kënaqësinë e këtij namazi. Ndërsa Abdulaziz ibn Rawad, kur i shtrohej atij kravati i fjetjes, ai shikonte atë. E shikonte edhe jastikun e gjumit dhe thonte: sa i butë që jeti dhe sa i shishëm që është gjumi në këtë vend, por krevati, jastiku dhe të mirat e xhenetit janë më parsore tek unë se sa ti, dhe në atë moment ngritej dhe qohej për namaz nafile, e këtë namaz pastaj e vazhdonte deri në namazin e sabahut. Fudail ibn Iyadi, njëri nga tabiinët e njohur dhe dietarët e mëdhtë të këtij umeti, thoshte: nëse nuk ke mundësi, nëse je i privuar dhe i ndaluar që të falësh namaz nate, atëherë dije që ti je një person i privuar nga të mira. Dije që je një person që një person i prangosur dhe prangosën tënde e kanë bërë mëkatet e tua gjatë ditës. Një person i tha Ibrahim ibn Adham, njëri prej dietarëve të mëdhaj: ç'është puna me mua që nuk kam mundësi të ngritem namaz nate? Ai i tha: mos i bëj mëkat Allahut ditën, nëse dëshiron që ai pastaj të ngrit ty në namaz ndaj tij natën, nga se ngritja dhe qëndrimi yt natën duke u falur për hir të Allahut është nder i madh, dhe Allahu Azza wa Jall këtë nder nuk ja jep dikujt i cili i bën mëkat atij ditën. Po ashtu transmetohet nga Ibn Umeri, shoku i dashur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ai thonte: një gjë e cila do të humbet tek njerëzit me kalimin e kohës dhe me afrimin e kiametit është falja e namazit natën. Domethënë kjo gjë ishte shumë prezente në kohën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa ata friksoheshin se një gjë e tillë do të humbet me kalimin e kohës. Po ashtu një person erdhi tek Hasan al-Basriu rahimahullah dhe i tha: ç'është puna me mua që po mundohem dhe po përgatitem që të fal namaz natë, por nuk po mund të arrij. Atëherë Hasan al-Basriu rahimahullah tha që mëkatet e tua kanë ndikuar që ti të mos kesh mundësi të ngritesh në namazin e natës. Njëri nga dietarët tjerë, Hisham el-Dustuai, thoshte: disa nga robërit e sinqertë të Allahut e largojnë gjumin, edhe pse kur kanë dëshirën dhe nevojën më të madhe që të flejnë, nga se friksohen se do të u vije meleku i vdekjes dhe t'u merr shpirtin, përderisa ata janë në gjumë, dhe në këtë gjendje s'ka dyshim se janë të papërgatitur që të dalin para Allahut, andaj ngriteshin të faleshin namaz që mos të i godet ndonjë gjë e tillë. Të nderuar teleshikues, nëse shikojmë gjeneratën e parë dhe gjeneratat të tjera që vijnë pas tyre, e që, siç thash më herët, janë një shembull i mirë për ne, do të shohim se ata kanë ndarë natën në aspektin e faljes së namazit
në 7 pjesë. Apo llojet e njerëzve, të them më ndryshe, llojet e njerëzve në lidhje me namazin e natës në kohërat e hershme, nga të parët tanë të mirë, ishin 7 lloje. Lloji i parë dhe më i miri, e i cili ishte shumë i rrallë dhe i cili pothuajse nuk ekziston në kohërat tona, është ata të cilët ngjallnin të gjithë natën me namaz ndaj Allahut Azza wa Jall. Posa falin namazin e yatsis, po shonin pak dhe fillonin të falin namaz deri në kohën e sabahut. Kurse lloji i dytë i njerëzve, siç thot Ibn Jauzi rahimahullah, ishin ata të cilët ngjallnin gjysmën e natës me namaz. Flenin gjysmën e natës, kurse ngriteshin në gjysmën tjetër të saj. Kurse lloji i tretë ishin ata të cilët nuk kishin kohë të caktuar për këtë namaz të natës. Ata nga njëherë ngriteshin në fillim të saj, nga njëherë ngriteshin në mesin e saj, nga njëherë ngriteshin në fundin e saj, nga njëherë ngriteshin në fillimin e saj dhe faleshin deri në fillimin e agimit, nga njëherë ngriteshin në gjysmën e saj dhe faleshin deri në fillim të agimit, pra nuk kishin ndonjë kohë të caktuar, por megjithatë nuk u humte atyre asnjë natë pa u ngritur për të fal namaz nate. Kurse grupi i treti apo grupi i katërti ishte ata të cilët falnin e danin natën në 6 pjesë dhe 1/6 e kësaj falnin namaz për hir të Allahut Azza wa Jall. Kurse disa nga këta tjerët apo disa nga këta dietar që nuk kishin mundësi për arsyet e tyre që të arrinin të bënin këtë namaz të madh të natës, ata së paku mundoheshin që të i falin 4 apo 2 rekate nafile, në mënyrë që mos të privohen krejt nga vlera dhe nga dhuntia që Allahu Azza wa Jall u jep atyre nga namazi i natës. Kurse grupi i 7 ishte ai i cili kujdesej që fillimin e natës së tyre ta bënte me namaz ndaj Allahut Azza wa Jall dhe pastaj binin, flanin, kurse para se të filloj agimi, para se të hyj koha namazit, ngriteshin prap dhe falnin namaz aq sa u premtohej koha dhe pastaj falnin edhe namazin e sabahut. Këto ishin 7 grupet që disa nga dietarët dhe mesin e tyre Ibn Jauzi, Allahu e mëshiroft, përmendin për gjeneratët e pare se si ata kujdeseshin për namazin e natës. Andaj, të nderuar musliman, ajo që nevojitet prej nesh është që të mundohemi që spaku të jemi në njërin nga këto grupe dhe që të kemi namazin e natës pjesë të jetës sonë, sidomos kur ky namaz bëhet në muajin e shenjtë të Ramazanit. Në këtë rast s'ka dyshim se dhuntia dhe vlera e tij shtohet shumë, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith thot: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili ngritet për namaz në Ramazan, është qëllimi për namazet vullnetare, namazet e natës, qoftë ai namazi taravive apo edhe namaz tjetër pas taravive, i cili është vullnetar, kush ngritet me këtë namaz duke pasur besim të plot dhe të palëkundur në Allahun Azza wa Jall dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, do të i falen atij të gjitha mëkatet e kaluara që i ka bërë. Elus Allahun Azza wa Jall që na mundsoj të përfitojmë nga shkolla e të parëve tanë në lidhje me këtë adhurim të madh dhe këtë adhurim për të cilin kemi nevojë si në Ramazan, ashtu dhe jashtë Ramazanit, dhe njashtu elus Allahun Azza wa Jall që na lehtësoj këtë adhurim dhe çdo adhurim tjetër dhe të na bëj udhëzues në punë të mira dhe në punë të mbara. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.